Me të vërtetën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ty të kemi dërguar shahiden, dëshmitar për këtë këtë umet, musliman e jo musliman, në këtë dynja dhe në ahiret. Ku pejgamberi i Zotit do të jetë dëshmitar në ditën e Kiametit për umetin e tij. Fillimisht për ata të cilët e kanë shoqëruar se ka qenë gjallë, ata që kanë pasuar dhe besuar, dhe ata që kanë kundërshtuar dhe luftuar. Është dëshmitar. Sikurse që në ditën e Kiametit janë edhe melaqet dëshmitar për ne. Dhe çdo pejgamber është dëshmitar për umetin e tij. Edhe pejgamberi është dëshmitar për umetin tonë. Madje pejgamberi jonë dëshmon edhe për pejgamberët dhe popujt e mëhershëm, e që kemi cek më herët. Pra, shkallë e larë, dëshmia e këtij burri të madh, shumë i madh, pranohet, vlen dhe do të dëshmojë ai për ata që kanë besuar dhe ata që kanë mohuar, për ata që kanë përkrahur dhe ata që kanë luftuar, për ata që kanë bërë mirë dhe për ata që kanë bërë keq. Do të dëshmoj në ditën e Kiametit. Wa mubashiran wa nadhira. I cek tri cilësi pejgamberit alayhis salam. Dëshmitar, mubashir wa nadhir. Mubashir është përgëzues, nadhir qortues, paralajmërues. E kjo përgëzues dhe qortues, të dy cilësi vijnë para se më ndodhur, vijnë para prakisht. Kur dikush ta tërheq vërejtjen, thotë rrugë me shko që atje se e thën kryt, ose të hanuku. Nuk ka efekt me tregu, me ta tërheq vërejtjen pasi të ndodhë ajo. Efekti është para se më ndodh. Edhe përgëzimi nuk ka efekt me ndodh përgëzim pasi të ndodh. Përgëzimi është para se më ndodh, përgëzon njeriu, para se më pa, para se më përjetu diçka. E përgëzon. E Allahu po thot për pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, "Wa mubashiran." Pe cilësive të tij është përgëzues, si harriçues. I përgëzon ata që besojnë, Zotin hak, pejgamberin hak. I beson ata që e pasojnë. I përgëzon, o ju njerëz, besojeni Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Besojeni mesazhin e tij qellor. Sepse keni mja pa hajrin në dynjat dhe keni mja pa hajrin në ahiret. Sepse kam ju falë Allahu, kam ju shpëtu për xhenemit dhe kam ju fut në xhenet. Me përgëzu. Përgëzoj pasues të tu, i thtarë të tu, ata që të besojnë ty, të pasojnë ty, se fundin e kanë të shkëlqyeshëm, kanë me xhenet. O nadhira, por në anën tjetër të tërheqja vërejtjen atyre që të kundërshtojnë ty dhe të luftojnë ty. Tërheqja vërejtjen se kanë me hangër kryt e vetës kam ju dalë. Se kanë me humbë shumë, se kanë me ra peshmani shumë, kanë me pënduar se tepërmi, por nuk kam ju kry punë. Nuk është çështje ka duja maj, kje ka duja maj është vërtet e zgjedhja jotja, a mu për në fund atje nuk është ka dush, sepse fundi është tepër i keq, e tani nuk e dënë të atë fund, por nuk ke zgjedhje tjetër. Pra tërheqja vërejtjen nga një dënim i dhimbshëm, i randë, i vështirë, e që është xhehenemi i përjetshëm dhe përhershëm atyre të cilët të kundërshtojnë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të luftojnë tyje alaihi salatu wassalam. Li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. E përshkroi Allahu këtë pejgamber me këtë cilësi dëshmitar, përgëzues e qortues, në mënyrë që o ju musliman, ta besoni Allahun hak dhe pejgamberin hak, pra të bëheni musliman hakikat, musliman të vërtet, me besuar Allahun siç kërkohet prej nesh ta besojmë, me besim të shëndosh, larg çdo shirku dhe kufri, me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kërkohet prej nesh, i dërguar i fundit, dhe fjala e tij është ligj për besimtarin, dhe se dëgjueshmëria e tij është dëgjueshmëria e Allahut, dhe se mos dëgjueshmëria ndaj tij është mos dëgjueshmëri ndaj të Madhit Allah. Li tu'minu billah, që ta besoni Allahun wa rasulihi dhe rasulin e tij sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'azziruhu, dhe që të ndihmoni ju Resulullahit, ta madhëroni atë, ta ngritni atë. Jo madhërim kuptim të shejtërimit, por madhërim kuptim të ngritjes pozitës së tij mbi çdo njeri në këtë dynja. S'mund ta qes para Resulullahit as njeri në këtë dynja, as babën, as nanën, as veten, as mbreten, as kërkon këtë dynja. Personaliteti i tij është i paprekshëm në mënyrë absolute. Kërkon dush, thuj çka të dush, ndoshta të duroj, të lëroj, ama për Resulullahin nuk mund. Me një mumi dua të mbylli vesh, nuk du të ndëgjej për te. O të waqiruhu, të uqir është me ngrit pozit lartë, me respektu, me dëgju, me respektu atë burë të malë, me ngrit atë burë të malë, emrin e tina, sënetin e tina, pozitën e tina, alaihi salatu wassalam, për neve që jemi vonë. Ndërsa për këta këtu, që bizbret ajeti kuranor, këta edhe fizikisht,
materialisht, me këtë që ka kërkohet, me ngritat burr të madh, më shumë se çdo gjë tjetër, dhe kështu vepruan sahabët. Për atë arsye keni gjendje, ata krejt keni gjendje, me dhënë vetveten e vetë, familjet e tyre, gruan e fëmijët e pasurinë, shtëpinë e këtë që kanë për personalitetin e tij alayhi salatu wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن شيئا سهلا وبعد Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala të shi për këtë lartë madhërisë së tij gjithherë dhe çdo herë, duke pranuar, duke dëshmuar se jemi të paaft ta madhrojmë, ta lavdërojmë Zotin ton, që e meriton te bareke ve taala. Dhe që shi për këtë lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ati burrit madh, të cilit e zbriti ky Kur'an, e të cilin Allahu e përshkroi me cilësitë më të mira, më të veçanta, me të cilat e përshkroi, e cilësoi ndonjë krijesë të tij, para tij apo pas tij, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
E pastaj Allahu na nderoi neve shumë kur na bëri imet të atij burri të madh. Me këtë libër të madh, të cilën e kemi para duarve tona, e lexojmë, e ndëgjojmë, e kuptojmë, e komentojmë, e shpjegojmë, e duam me të jetojmë, dhe shumë shpresojmë te i madhi Allah që me të vdesemi dhe me të ringjallemi dhe për i ti të përfitojmë edhe në heret kur dalim për atë madhit Allah. Këto kem punuar me të dhe punoj me të, e dua me të, e përhapa me të, ndërsa atje në bëhet shefat dhe ndërmjetësues për ne në atë ditë të madhe kur dalim për atë madhit Allah. Salavat dhe selam familjes së atij të bekuar, alayhi salatu wassalam, aty në shokët e tij, të cilët atë shumë bën për dinën e Zotit. Gjithherë ishte të gatshëm ta flijojnë, ta dhënë edhe me të shtrejtën për hatër dinit. Për hatër dinit, për ta çuar dinën para. Për ta plotësuar nurin dhe dritën e Allahut, për t'u përcjellur dinë aty në që vinë me pas. E kjo është shkalla më e lartë, mundi më i madh, sakrifica më e madhe, kontributi më i madh që mund ta bëjë ndonjë njeri në këtë dunja. Andaj me të drejtë, Allahu i lavdroi ata burra. Dhe na tregoj se është i kënaqur me ta, e me ata që Allah është i kënaqur, edhe ata që i lavdron Allahu, për ta më nuk ka vështirësi. Ka lodhin mund në këtë dunja, sepse dunja është e tillë për të gjithë evlijat e Allahut, po dhe për armisht Allahut, ama me momentin e shijimit të agonisë vdekjes e tutje, më për ta nuk do të ketë frikë, e as brengosje, as mërzi, as shqetësim, as lodhje, as mend, as vujtje, as prekupim dhe as gjë të keqe. Allahu na bëj që të ndjekim gjurmë të tyne. Ja Rabbel Alamin, e të na bashkohet me ta për hatër dashurisë tonë që kemë ndaj tyre me rahmetin e tij. E jo për hir të punëve tona, por për hir të dashurisë që kemë ndaj pejgamberit alayhi salam dhe ndaj atyre burrave të mëdhej që i duam shumë. Dhe këtë këtë së rezultati dashurisë ndaj të madhit Allah, që duam Allahun, sepse dhe sahabët i bën këtë punë të mëdha për hir të dashurisë ndaj Allahut të madhruar. E robi Zotit çdo gjë çfarë bën këtë dunja e bën në dashurinë ndaj të madhit Allah, nën dhe brenda nënshtrimit ndaj të madhit Allah te bareke ve taala. Tani të nderuar, jemi në suratul Fath. Dhe kemi folur në fillim se kemi thënë kjo sure kryekput flet për çlirimin, flet për një fitore të madhe, e që është marrëveshja e Hudejbisë. Allahu i madhruar, ceku më lart, i përshkroi i madhi Zot te bareke ve taala mirësitë e kësaj marrëveshje. Duke cilësuar në fillim si një fitore shumë të madhe të muslimanëve, megjithse muslimanët, respektivisht sahabët që ishin prezent në këtë marrëveshje të Hudejbisë, fillimisht menduan se kjo është në dëm të tyre dhe konsideruan një farë forme apo në tjetrën lëshim pa në nështrim për ulje para ju besimtarëve. Dhe kjo sipas tyre nuk ju ka hije muslimanëve, por Allahu e di atë që ata nuk e dinë, te bareke ve taala. E Allah e përshkroi se kjo është një fitore madhe. Kemi cekur se shumë rëndësi që kjo sure ka zbritur pas marrëveshjes së Hudejbisë
duke u kthyer për në Medinë. Ku Allahu i përgëzoi sahabët se kjo është fitore madhe. E pastaj përshkrou munafikët, i përshkrou beduinët dhe të tjerë. Dhe çfarë ndodhi në këtë beslidhje? Në jetën që kemi para vetes, Allahu i madhruar tani e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të parë cilësi shumë të larta. Shumë të larta. E pastaj i lavdëratat të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duke premtuar atyre shkallë të lartë, por më pas flet edhe për ata të cilët hezituan të përgjigjen ftesës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shkojmë tek ajeti i parë për të parë se çfarë na thot Allahu më afër e për të vazhduar me pas me ajete të tjera. Thot Allahu ma'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna arsalnake shahidan wa mubashiran wa nadhira. Me të vërtetën jo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ty të kemi dërguar shahidan, dëshmitar për ummetin tonë. Dëshmitar për këtë këtë ummet, musliman e jo musliman. Në këtë dënja dhe në ahiret. Ku pejgamberi i Zotit do të jetë dëshmitar në ditën e Kiametit për ummetin e tij. Fillimisht për ata të cilët e kanë shoqëruar se ka qenë gjallë, ata që kanë pasuar dhe besuar, dhe ata që kanë kundërshtuar dhe luftuar. Është dëshmitar. Sikurse që në ditën e Kiametit janë edhe melaqet dëshmitar për ne. Dhe çdo pejgamber është dëshmitar për ummetin e tij. Edhe pejgamberi është dëshmitar për ummetin tonë. Madje pejgamberi jonë dëshmon edhe për pejgamberët dhe popujt të mëhershëm, e që kemi cekë më herët. Pra, shkallë e lartë, dëshmia e këtij burrit madh, shumë i madh, pranohet vlen dhe do të dëshmoj ai për ata që kanë besuar dhe ata që kanë mohuar, për ata që kanë përkrahur dhe ata që kanë luftuar, për ata që kanë bërë mirë dhe për ata që kanë bërë keq. Do të dëshmoj në ditën e Kiametit. Wa mubashiran wa nadhira. I cek tri cilësit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dëshmitar, mubashir wa nadhir. Mubashir është përgëzues. Nadhir qortues, paralajmërues. E kjo përgëzues dhe qortues, të dy cilësi vinë para se më ndodhur, vinë para prakisht. Kur dikush të tërhek vrejtjen, thot rujmë shko që atje se e thënë kryt, ose të hanuku. Nuk ka efekt me të rëgu, me të tërhek vrejtjen pasit ndodhë ajo. Efekti është para se më ndodhë. Edhe përgëzimi, nuk ka efekt me ndodhë përgëzimi pasit ndodhë. Përgëzimi është para se më ndodhë, përgëzën njeriu, para se më pa, para se më përjetu diçka. E përgëzën. E Allahu po thot për pejgamberin e tij sallallahu alajhi wasallam wa mubashiran. Pe cilësive ti është përgëzues, si harriqus. I përgëzon ata që besojnë, Zotin hak, pejgamberin hak. I beson ata që e pasojnë. I përgëzon, o ju njerëz, besojni Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, besojni mesazhin e tij qellor. Sepse keni mja pa hajrin në dynjat edhe keni mja pa hajrin në ahiret. Sepse kam ju falë Allahu, kam ju shpëtu për xhenemit dhe kam ju fut në xhenet. Me përgëzu.
Përgëzoj pasus të tu, idhtarët të tu, ata që të besojnë ty, të pasojnë ty, se fundin e kanë të shkelqyshëm, kanë me xhenet. O në dhira, për në anën tjetër të rrheqja vrejtjen atyre që të kundërshtojnë ty dhe të luftojnë ty, të rrheqja vrejtjen se kanë me hangër kry të vetës kam ju dalë, se kanë me humbë shumë, se kanë me ra peshmani shumë, kanë me pënduar se tepërmi, por nuk kam ju kry punë. Nuk është çështje ka duja maj, kje ka duja maj është vërtet e zgjedhja jotja, a mu për në fund atje nuk është ka dush. Sepse fundi është tepër i keq, e tani nuk e dën të atë fund, por nuk ke zgjedhje tjetër. Pra tërheqja vrejtjen nga një dënim i dhimbshëm, i randë, i vështirë, e që është xhehenemi i përjetshëm dhe përhershëm, atyre të cilët të kundërshtojnë tyje Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, që të luftojnë tyje, alaihi salatu wassalam. Li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. E përshkroi Allahu këtë pejgamber me këtë cilësi, dëshmitar, përgëzues e qortus, në mënyrë që o ju musliman, ta besani Allahun hak dhe pejgamberin hak. Pra të bëheni musliman hakikat, musliman të vërtet, me besuar Allahun si që kërkohet prej nesh ta besojnë, me besim të shëndosh. Larg çdo shirku dhe kufri. Me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që shkërkohet prej nesh, i dërguar i fundit, dhe fjala e tij është ligj për besimtarin, dhe se dëgjueshmëria e tij është dëgjueshmëria e Allahut, dhe se mos dëgjueshmëria ndaj tij është mos dëgjueshmëri ndaj të Madhit Allah. Li tu'minu billah, që ta besoni Allahun wa rasulihi dhe rasulin e tij sallallahu alaihi wasallam, wa tu'azziruhu, dhe që të ndihmoni ju Resulullahit, ta madhëroni atë, ta ngritni, jo madhërim kuptim të shejtërimit, por madhërim kuptim të ngritjes pozitës së tij mbi çdo njeri në këtë dunja. S'mund ta qes para Resulullahit as njeri në këtë dunja, as babën, as nanën, as veten, as mbretën, as kërkon këtë dunja. Personaliteti tina është i paprekshëm në mënyrë absolute. Për kënd dush, thuj çka të dush, ndoshta të duroj, të lëroj, ama për Resulullahin nuk mund, minimumi dua të mbylli vesh, nuk du të ndëgjej për te. Wa tuwaqqiruhu. Tawqir është me ngrit pozitë lartë, me respektu, me dëgju, me respektu atë burr të madh, me ngrit atë burr të madh, emrin e tina, sunetin e tina, pozitën e tina, alayhi salatu wassalam, për neve që jemi vonë, ndërsa për këta këtu që bizbret ajeti kuranor, këta edhe fizikisht, materialisht, me këtë që ka kërkohet, me ngrit atë burr të madh, ma shumë se çdo gjë tjetër, dhe kështu vepruan sahabët. Për atë arsye keni gjendje, ata krejt keni gjendje, me dhënë vetveten e vetë, familjet e tyre, gruan e fëmijët e pasurinë, shtëpinë e këtë që kanë, për personalitetin e tina, alayhi salatu wassalam. O të sebbihuhu bukratan wa asila. Dhe në mënyrë që ju, o ju musliman, të bëni tasbih Allahut. La ilaha illallah. Butësi e Zotit. Një herë na urdhëron pejgamberin ta ndërojmë, ta ngrisim. Tani Allahu na madhrua. A shef sa ngrit lart pejgamberin Zotit. E që ngritja e pejgamberit lartë, e dashuria e respektit është brenda respektit, dashurisë, ngritjes të emrit të Allahut dhe lartëmadhërisë së tij subhanahu wa taala. O të sebbihuhu, dhe që të bëni tasbih Allahut,
E që Imam Kurtubi dhe të tjerë thonë se ka dy kuptime kja. Ose tasbih i njohur, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih me madhru Allah, me lavdru Allahun, me gjvesh, lartë madhërin e ti nga çdo emet, me spasru, lartë madhërin e ti nga çdo emet që janë veshin, pa besimtarët. Ja ka vlade, ka femije, ka grue, ka femije, ka artake, ka këte me gjvesh. Subhanahu wa ta'ala, kjo është kuptimi. Kur thejmë subhanahu wa ta'ala, i lartësuar, i gjveshur, i patëmeta është Zoti jonë. Krejt të që janë veshin, që fartë të mëshrik të pagante, ignorantët e gjahilat, laik të naivat e tjertë, ne gjveshëm Zotin. Me gjdo sen që ka veshin të tjertë, që nuk i përket latë madhërisë e tina. Si për shembull që futët kanë thonë është lodhë Allahu, nuk kanë thonë ka fëmi, kanë thonë një pjesë për zerin atje, por këtu kanë thonë Allahu lodhë, pasi ka kriju tokën dhe qiejt andaj qka, ka pëshu ditën e shtunë, shtunë andaj qka, dhe qka botani, ta e pëshu në ditën e shtunë, dhe nuk punojnë ditën e shtunë. Dhe për këte kemi folur që më të atje, në suratul Araf. Pra i kanë vesh diçka Allahut, që nuk i përket lartë madhërisë të ti. Andaj një themi subhanahu wa ta'ala, i lartësuar është Zoti jonë, i patmeta, sepse është emet, lodhja është emet, lodhja është emet, që i ndishet sa për insan nuk është emet, për Allah në është emet, për insan është pletësus, e pletësan gjumi njeriun, nga se lodhet, e kur lodhet ta një flenë. Ndërsa për Allahun jo, të bareke wa ta'ala. Pra, ose ata të cilët i bëjnë tasbih që ta madhërojnë Allahun, bukratan wa asila, sabah akşam. Ndash dhe madhërojnë, bëjmë tasbih Allahut, ose është për qëllim tasbih me tasbih namazi. Namazi. Sabah dhe akşam. Sabah dhe pjesë tjera të ditës. Sabahën dhe vakte tjera të ditës. Që shtë Ibn al-Jauzi, Kurtubi dhe të tjerë. Ku Allahun në mënyrë të përgjithshme, në ardhërën që ne të madhërojmë Allahun, të falim namaz për Allahun, ku mrena namazet, ka tasbih. Pastaj, Allahu i madhruar, pas kësaj hyrje krejt kjo sikur se me qenë në hyrje këto ajete krejt. Këto 9 ajetet e kësaj sureje. Tani, fillan drejt për së drejti, tek beslidhja e Hudejbis, e që është ajka, e krejt kësajna. Edhe që për te ka zbrit kësore. Ku Allah i përshkruan ata musliman, të cilët e bën këtë beslidhje. I ngrit lartë. Inna ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Me të vërtet, ata të cilët ta japin besën tyje Muhammed. Me të vërtet, ata të cilët ta japin besën tyje Muhammed. Ata në fakt ja ka dhënë besën Allahut. Ata në fakt ja ka dhënë besën Allahut, por në përmjet Rasulullahit. Yedullahi fawqa aydihim. Dora Allahut është mbi ta lartë. Allahu është me ta, i ndëgjon dhe i sheh. O adë të dukshme dhe të pa dukshme. O adë njetet e tyre, veprat e tyre. O a pranon këtë sakrifis të madhe, ka dëshmërit madhe që kanë bërë këta sahabë. Për ta kuptuar me mirë, themi, ndodhe që ka ndodhe në marrëveshje në udhëtimin e pejgamberit për në Mekë, për ta bërë umrën në vitin e 6 Hijrit që kemi cekur më herët. Pejgamberi ishte vendosur me një të pastër, bashkë me sahabët, me ihrama, me kurbana, me shku në Mekë me bë umrën mas 6 viteve që ja kishte kthy shpinën në Qabës e Mekës. Ndodhi që ka ndodhi, me kasip nuk e lanë.
Dhe pejgamberi o ndani një vend të quajtur Hudejbije që kemi cekë më herët, rreth 21-22 kilometra larg Qabes. Vendi quajtur Hudejbije, në emër të një pusi Hudejbije, edhe një pemë ka gjë e madhe aty. Dhe po i nalë, po qëndroj. Dhe po presin se çka ka bëhet negociatat, çfarë rezultati po sjellin, sepse filluan negociatat mes dy ushtrive. Pejgamberi dërgoi delegues vet për m'ia bë me dije me kazve se nuk kem qëllim të luftës, nuk keni nevojë më tut. Dhe ja, dëshmi për te kemi hramat e korbanat e s'ka marrë armat e me luftohet të tjerë. O ju njerëz, dështë të vëzëtim qabën dhe po dalëm e njëherë prapë. Por ata ngulën kam, nuk bën, se nuk bën, sepse është në çmim për neve, sepse tani konsiderohet para arabëve kjo në nështrimi yni ndaj jushë, e tjerë, andaj nuk vjen shprehje. Ndodhi çka ndodhi, pejgamberi tha Omerit radiallahu anhu, Omer, dohet me shku ti. Dhe më marrë vesh me ta. Omeri tha, ja Rasulullah, unë jam i gatshëm me shku pa asnjë probleme, ama ti e din që ata mu nuk më kanë sy për së miri. Aty një dhamë në sytë kur më shohin mu. Dërgaj Osmanin, sepse Osmani është më i butë, dhe Osmani edhe sa ka qenë në Mekë, dhe sa dalë për Mekës, ka gëzu një autoritet më të madh, të krerët më kasë sasane, si musliman. Andaj, kry për kry punë, kry në Osmani më shumë sasane. Pejgamberi tha, mire ke pajtoj, Osman, eja, shka. Dhe të regoj atyre, nështë ati i bindë ata, me i bindë se nuk duam luft, ama duam gjithse, si ta vëzetojmë qabën. Ndodhi që ka ndodhi, për me shkurtuar këte, Osmani radiallahu anhu ju foli atyre, si duket arriti deri dikon me i bindë, por i nati tyne nuk i la, prap. Dhe i thanë Osmani, qërë qa, harroat mesele që ju me hyen me kësaj radhe. Harroat çështje. Mos se diskuto. Ndaj teje kemi respekt. Nëse dënë shka vizitor qabën, ja, ty të lejo në bëta tavaf, edhe për jashta, shkot, në, atje të Muhamedit të tuta ta. Osmani tha, vëllahi, nuk e vizitoj qabën, pa pejgamber, para tina kur. Jaj. Nuk bëj tavafën e pa buaj. Ata mërzitet pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe pejgamberi thot kush është ai që me dorën, me besën se ka me dek këto nëse nevoja. Këto në dy kuptime pastaj, dyatën në hadithet sakta, me dhanë besën për mos më kthy pa bomrën, ose me dhanë besën për me vdek nëse nevoja. Po dyja që të njëjtë, nuk ka dallim mes tyre. Fundja. Sepse qëllimi është me qëndrua dhe në fund. Bëhen që ka të bëhet, me ne. Dhe në një pemë aty, që vjen ma vonë ajeti, prap në cekë Allah Azza wa Jall, vinë të gjithë sahabët njëri pas tjetër dhe azgatën dorën pejgamberit, i japin dorën, japin besën, zotohen, se kanë me vdekur, apo nuk, në variantin tjetër, transmetimi tjetër nuk kanë me u kthye, pa bë umrën, bëhet që ka të bëhet këta. Që të gjithë 1400 apo 1500 veta sa ishin si mbas transmetimeve të historianëve dhe të tjerëve. Asnjë nuk mbet pa e dhënë dorën pejgamberit për pas 2 vetave. Njëri ishte Osmani, që në fakt ai ishte në Mekë, dhe këta ajo bë sebeb që këta i dhanë besën edhe në ka myta, e atëherë pra ka shkruar me luftu, ka shkruar me dek, nuk kthehemi mrapa. Ky ishte i pari, njëri prej tyre, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dorën e djathtë që i mit majten, dhe tha për Osmanin është kjo, është me këta. Sepse i bie që dhe Osmani me kanë këtu, edhe e ma kështë do besën mu se ju, po nuk ka këtu, pas ka dekaj, a mu që në vend tina pa japi besën e Osmanit. Kjo ishte i pari dhe rasti dyta, po njëri dytë ishte një El-Gjedd ibn Qais. Kjo i shkreti, nuk ka qenë munafik si mbas shumicës absolute
të komentatorëve, nuk ka qenë monafik, por Zaif ka qenë me iman, ka qenë frikacak, o tut ka thonë, këta përdojmë i deka, ja, mare, është ku këta që të një farë deve, kështë e pëlluj ka pak me deve, për shefna, me një farë deve që atjem shef të devja, deri sa krejt, kje beslidhje, 1400 veta, nuk ka për 5 minuta e punë, mja dhëndore njën nga një pejgamberit, sallallahu se me zëtu me za, të gjithë thërën. Ta është qëtë beslidhje, qëtë dhënë një dores, me dorë fizikisht, po edhe me guje, me mendje, me shpirt. Allahu për cikë që to. Dhe po thëtë Allah, inë ledhine ju baju uneke, dhe ata të cilët a japin dorën ty, dhe thojnë po të zëtohen, po të api besën, se nuk kam me o tërhik pa e bo umrën, ose nuk kam me o tërhik, kam me luftu nëse nevoja deri vdesë. Ata që të apin dorën ty, këtë beslidhje, ata në faktë, sikur se mja dhanë dorën të madhët Allah. Sikur se mja dhanë besën të madhët Allah. Vetëm se në përmjetë Rasulullahit, sallallahu aleyhi wa sallam. Jedullahi fauqa ejdihim, e dora Zotit është mbi ta. Fuqia Allahut, vullneti Allahut, shikimi Allahut, la ilaha illallah, tebaraka wa ta'ala. Fëmën në këthe, fe innëma jenë këthu al nëfsi, e ta në vazhdim, pas i lafdrej shumë ata të cilët të dhanë besën, e që nga vjenë ajeti veçan për këta, edhe njerë ma vonë, pas i që i lafdrej këtë në përgjithësi, ta shtatë Allahu, dhe aji i cili e thënë këtë besë, pas i që e dha, e ka për vetën e vetë. E ka për vetën e vetë, asë gjithë dëmë Allahut nuk i bënë, e që jep me kuptu se edhe mëse ma ishi ju këtë besë, kë e ka Allah në lartë. Kë Resulullah e ka Allah nuk e lën vetë. Por, që ka i gjonë juve? Nëse thëni besë. Wa man aufa bima heda alejhu Allah, fese ju tihi e gjërën adhima, ndërsa ata të cilët, apo aji cili e qënë vend, e mban këtë premtim, këtë besë që ka dhanë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ati vërtet Allahu ka me dhanë ejrën adhima, sevap të madh, shpërblim të madh. Për ata, e cikë me vonë, inshallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar se krejt këta që ja ka dhënë besë pejgamberit janë xhenetli pa asnjë përjashtim. E Allah po thotë ka dhonë e gjërë të madhë, sevap të madhë, kam ja u dhonë gjenetin, dhe tonë dhe këtyne Allahu ua ka dhonë gjenetin. Në vazhdim, Allah i madhruar në jetën e 11, 12, 13, 14, edhe vazhdu në jetën, për diri këtu për nalimi, Allah i madhruar të reganë se si, beduinet nga Medina nuk i bashkan gjithën pejgamberit për në Mekë me bo umrën. E pastaj që ka ndodhi Allahu përja bë e paralajmëran pejgamberin se ata kanë me të kërku falit jo Muhammed. Thonë ndryshe, pejgamberi kërën para se më nisë prej Mekës, për në Hudej, për në Mekë, me bo umrën, me një të mërë gjithëherë, i lajmëraj banorët e Medinës, fiset e cilat ishin rreth Medinës, bedojnë ata që u ishin. I tha, o ju njerëz, shkani, lajmëron njerëzit, o ju njerëz, fiseve, kabileve, kush dënë me ardhë, jo me zërë, kush dënë me ardhë, me shku me bëhe qabën ziaret, me bëhe umrën, one për nisna. Le të pregaditet, le të gjenë të Medinë dhe nisemi bashkë. Ata që ishë në rreth Medinës, e që thuhet se kanë qenë 6 fise, shumica absolute e tyne nuk i përgjigjen.
Për pas munafikëve që ishin rana në Medinë, me që për ta Allah ka folë më heret. Tash qëta si mbas shumicës komentatorëve, këta beduin, këtyre 6 fiseve, këta ishin musliman, si mbas shumicës, por imani tyne ishte për toke. Pra ishin tri në islam. Nuk ishin gjendje ata me sakrifiku çdo gjë për din si këta tjerët. Dhe nuk shkuan. E Allahu të këthyje prej Hudejbijës, se po marrëveshja, sepse pasi ndodhi kjo beslidhje mes tyne, tani më vonë u bëhe marrëveshja që kemi cekë më herët dhe cekim prapë. U bëhe marrëveshja që kësi herë muslimantë mas me shku në Mekë, me u këthy në Medinë, por me shku vitin në arshëm, të njëjtën kohë, në muajin Dhulqa'da, me bu umrën, mës me najtë mi 3 ditë, dhe gjatë asaj periudhe me dalë me kasit për atyhet, mëse s'mu i shofin, me najtë mbi kodra lartë, ndërsa muslimanët e bëjnë tavafin, e bëjnë umrën, rrinë 3 ditë, i marrin plaçkat e tyne edhe kthehen për në Medinë. Pejgamberi duke kthy rrugës, zbriti kjesore. E Allahu po paralemron pejgamberin që kjo është ijaz, mrekulli, se kur çkesh në Medinë ti o Muhammed, kanë më të afru ty që ato fiset arab bedojnëve, të cilat, sa kur i thate hajde shkojna, iken, nuk të erdhen, por tash kur të shkojshti, kanë më të afru ty dhe kanë më të kërku falje me mundu më justifiku. Para prakisht të paralemran Allah se që ka me ndodhur. Dhe ashtu ndodhi tamam. Thëtë Allah, se e kuli leke l-mukhallafun min al-Arab, kanë me të thonë ty, do të thojnë kur dhesh në Medinë. Kjo hala është dhe afer Mekësa, të orën këto në rrugës, do të thojnë ty, el-mutakhallifun, ata të cilët el-mukhallifun min al-Arab, ata të cilët nuk erdhen me ty, nuk u bashkan gjithën me ty, bedojnet, e që një 6 fiseve, kur që ka ishtë në Medinë do të thojnë ata, shagalatna, amwaluna, wa ahluna, fastaghfir lana, ja Rasulullah, na nuk mujtu me arë kërë njëse ti me shku atje, e jo që nuk dështu me, na dështu me arë dhe, na me të zhik me arë dhe na me të marak që nuk erdhe me, por i shumë të angazhuar me gra, me thmije, me pasunije, me baktije, me kush kune me lën gratë, thmine, lepte, devet, delet, hajvanate në punte, s'patëm kuja Rasulullah dhe që ashtu do të më marë me këtë dynja, e nuk mojtë me ardhë, po ti e Rasulullah, bërë istikfar të Zoti për ne, kërka falje të i madhi Allah për ne. Kështu kanë me të thanë, edhe kështu i thanë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Shagaletna amwaluna wa ahluna. Ne vaj që në angazhoj, në nalje, në pengë më smarë me ty, Rasulullah, janë familje tona dhe pasuria jo në dynjaja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A pranohet të Zoti? A pranohet të Allahu me thonë, o robi, s'po të kune me lanë grunë e thminë e pasurin, e s'mujta me shkumi përgjigje Rasulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Apo s'mujta me shku në gjihad nëse kërkohet prej tyne. Se këta të që bëhet luft, se me kënë dita që ta pak vjen, me kënë di që nuk do të kur të ashin shko, pranohet një gjahë e tilë të Allahu. Tani dal nga dal, me dal të karsyet e brishta, justifikimet e brishta, vëllezërët motrave tona. Familja, pasunia, pa në angazhojnë, pa në habitës, pa në lojnë, me kry urdhrat e Zotit. Që e bje kjo? E shëf sa
sa formë nënçmu se ka cek Allah. Për ata Allah thot në vazhdim, yekulune bi elsinetihim ma lejse fi qulubihim. Ata po thonë me gjuhën e tyne, çka nuk është në zemrat e tyne. Po kanë për mashtrojnë ata, po kanë për gënjejnë ata, Allahun e madhruar, la ilaha illallah. Sepse këta sahabë që shkun, a nuk patën gra, fëmijë, pasuni, a nuk kanë këta njerë që ka nevoj me hangare, me pije, me punu, me gjallnu. Por, dashëria e dënjas, mbi dashërinë e dinit e bën qëtohen. Ka që ke punë. Dashëria e dënjas mbi dashërinë e dinit. Kër robe dhe dënjan, më shumë se sa që e dënë dinit. La ilaha illallah, andaj të dhimen shpirt. Ata të cilët sot mundohen me justifiku se shkak pasunije, shkak familje, angazhimeve të tyre, nuk po mujnë me kry urdhat të Zotit. La ilaha illallah. Kthehemi në tajeti. Fastaghfir lana, kërka falet e Rasulullah për ne të Zotit. Ata e dinë që pejgamberit Allah sa këthëm rapa lutjen istighfar. Por, se patën për ime. Nuk e patën për ime. Nuk qenë të pënduar sinqerisht. E patën fjallë goje. Sepse po të ishin pënduar, tamam, Allahu e pranon pëndimin e robit. Kemi gabuar, Allahu e di se ne e pranojmë gabimin tonë. Po gabum ja Rasulullah. Nuk patëm arsye. Nuk patëm. Po shkaj kjo. Kalaj kjo. Kërka falet të Zotit për ne ja Rasulullah. Këna falë Allah. Ama këta patën fjallë goje. Për ata Allahu po thot të barëk o ta'ala, yekulune bi elsinetihim ma lejse fi qulubihim. Po thonë me goje të tyne, ata që nuk ojnë zamrat të tyne. Pra fjallë goje, për me justifiku para pejgamberit, e jo se pëndjen një pëndim të sinqert në zamrat të tyre. Kull, فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. Thua jo ti o Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam atyre, e mirë, o ju njerëz, realiteti është se ju nuk ju përgjigjet shkuarje si pejgamberit në Mekë nga friga se atje do të ketë luftë dhe lufta han njerëz dhe ju u friksuat me marrë pjesë në luftë. Deshet me i ka derrit Zotit me shpëtu vdekjes, dëmtimit fizik, pa thuja atyne, po që se dënë një madhi Allah, të bareke o të alam ja boj juve një të mirë, apo ndo një të keqe, a ka kusht që natë Zotina? Jo, pra nuk ka kusht me marrë pjesë lutë, pa qare për me të zonë belaja. Por jo mërja, belaja, taksirati, kaderi, vdekja, të nxene dhe shpitane, hish pa dalë në front. Allahu, kur dhe me ta qunë një të mirë, nuk ka kush që ndalë, që e pengan, që ndërprejnë, që ndalen, po dhe nëse dhe me ta qunë ndo një kader, ndo një të likë, prapë s'ka kush që ndalë, të bareke wa ta'ala, belkan Allah bima ta amelu në khabira, nuk është qashtu që shpëthëni ju, ja, Allahu, por Allahu e din ata që më shefni ju mirë. O adin veprimet e jueja, e njetin e juve, fjallët e juve, e din Zoti për çka e patët ju. E din Zoti.
E tash në vazhdim në ajetin tjetër, u aqet në pa, edhe atë që jem shefën. Bel dhanantum, por ju menduat, alla yanqalib ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Por ju menduat se kur pejgamberi dhe muslimanët, të ata që ishin me të nuk kanë më këthy me dine mo. Kur s'kanë më këthy? Shku në Mekë, jeni nisë në Mekë, po këthejeni gjalla, harroat pun. Ja, marë, për gjithaj njëri fisë Kuresh, ata sa fisë tjera janë arabe për rreth atë të tjerë, me krejt ata keni armitësi ju, për gjallë në kyllojnë, juve më këthy gjallë me dine. Që shtu këni menu ju? Ja fqetë zotë. Pra ju menduat se pejgamberi nuk ka më këthy gjallë, pra do të ketë luftë dhe ka me vdek atje, kë me ata që shku me ta bashkë. O zujnë dhalike fi kulubikum, dhe ju u akojtë një gjatë të tilë me nejtë e shpia, më strehue, me ike, më mshefe, dhe mas me marë pjesë një luftë. O dhanën të më dhanë nësu, o kënë të më kaumen bura, dhe ju menduat shumë keqë, dhe ishit bura shumë të leqë. Ka kërbërni s'keni jo. S'keni bërni jo. S'keni arom të bërnisju, jo. Po të gjithë burra jo. Ju këshi pashkan gjithë pejgamberit. Dhe, si pashkan gjithë të këshi fol hakun. Pra në hakun. Thua ja Rasulullah, kështu dhe kështu dhe kështu ndodhi. Ty mujna ndoshta me të mashtru, për Allah nuk mujna. E mund tjetë kuptimi? Jo, o ju, bëdojnë, nëse arritni ta bindni pejgamberit që të këke fali për ju, a më ndoni se arrit ta bindni edhe Allahun? A më ndoni ju se mund ta bindni edhe Zotin që e keni mirë? Kërsa e din çdo gjë që keni ju? Ja mërja. Jo dhe nëse bindni pejgamberit me kërku falje, nuk është pa tjetër mja prënu Zotit pejgamberit, se ka pa tjetër. Dhe Allah nuk mundin me bindju, sepse ajo a ditë më sheftat e juve, të bareke o ta'ala. Pra, bel dhanantum allen qalib ar-rasulu wal mu'minun ila alihim abadan wa yazun dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura, dhe vërtet ishe njerëz të leq, të presht, me zamrat të sëmuara. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. Tash Allahu I kërsnohet të bareke o ta'ala dhe thëtë Allahu dhe që nuk e beson Allahun besim të shëndosh. Dhe pejgamberi ti sallallahu aleyhi sallam dhe të disejna atëdna lil kafirin adhaben e sa'ira, atëdna lil kafirin e sa'ira, ne për që farët kemë përgaditu dënim shumë të randë. E që tash këga jetë këto, jep me kuptu se ta kanë qenë munafika. Forën komentatje, të shumë misë e komenteve, thonë, nuk kanë qenë munafika, njerëzit, kanë qenë besimtar, por me iman të dëgë për toke. Ande nuk ka dëpërtu imani, thëllësin zemrat të tyre, qalet el araba, amenna, kullem të uminu, walakin qulu aslamna, walamma dkhuli l-imanu fi qulubikum. Dhe bedojnë të thanë, se ne besua, solëm iman, thujeja, thëni, kina bo musliman, e jo mu'min. Sepse ende imani nuk ka dëpërtuar në krejt zemrën e juve. Nga se kur dëpërton imanin në thëllësit zemrës dhe përthakën dhe rrëthën dhe mbështjel zemrën e mu'minit besimtarit, la ilaha illallah, bën që dira. Bën që dira, mo. Mo nuk lodhët që ka për para, edhe është lodhët me që urë në Zotin vend. Ja, mërë që, se ka gajle, mo. Ose, kërë pyti për me dhanë, a nuk lodhët pa hargjana, sa për jesin? Ja, mërë, ja, me dhanë për hatër të Zotin, me dhanë për hatër të Zotin. E kështu me radhë. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض. Allahu të përket pushteti qive dhe I tokës.
Yaghfiru limen yasha. Allah është i pamarë, pa nevojshëm për ju arabët, për ju bedënë, për këtë dynja. Sa më se Zotin zërë me marë pjesë i luft atje, ose më nisë me ju bashkëdit pejgamberin, së në zërë Allah. Po shteti tina është absolut. E pranu se pranu të fejnë e shëndosh. O bëtë munafik, apo o deklaruat që farë krejt, asë gjënë po shtetin e Zotit, kjo nuk pengon, nuk dëmton, nuk pakson. Walillahi mulku samawati wal ard. Allahu të përket po shteti, i qive dhe i tokës. Yaghfiru limen yasha wa yu'adhibu man yasha. E falë këtë, e dënon këtë. Është drejtë e tina ekskluzive, absolute. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirbërës apo mëshirëplot. Falë shumë, mëshiron shumë, tebareke ve teala, e ka mëshirën e madhe, falën e madhe, ama dhe dënimin e ka të madh. Andaj le të zgjedhin njerëzit, ka po dojnë, ka po bojnë. Le zgjedhin njerëzit. A me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hak që shkërkohet pe robit, apo runa zot më bë munafik, apo runa zot më bë çfarë krejt, apo. Allahu na ruajt imanin në zemrat tona, na përcof këtë din, ja Rabbel Alamin. Wallahu edhi më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.